Kryeministri i vendit Edi Rama ka mbërritur pak minuta më parë në një prej lokaleve në aksi Kurrë-Qeparo, aty ku do të zhvillojë një takim me kryetarët e bashkive të gjithë vendit për diskutimin mbi reformën territoriale. Rama ka mbërritur rreth orës 12, ndërkohë që është pritur nga Ervin Demo, por edhe Arber Mazniku. Ajo çka kemi parë deri më tani bëhet me dije se kanë marrë pjesë disa prej kryetarëve të bashkive, si ajo e Vlorës, e Himarës, kryetarët e bashkisë së Korçës dhe kryetarët e bashkive të qyteteve të tjera. Ndërkohë që pritet që takimi të zgjasë për disa orë, ku pas këtij takimi do të kemi dhe detaje të tjera lidhur me atë çka është diskutuar brenda ambienteve të këtij lokali. Kryeministri Edi Rama ka mbledhur kryetarët e bashkive të vendit në një takim të zhvilluar në një prej lokaleve përgjatë aksit rrugor Kurrë-Qeparo në jug të vendit. Takimi zhvillohet në kuadër të diskutimeve për reformën territoriale dhe ndryshimet që mund të prekin organizimin e pushtetit vendor në Shqipëri. Kryetarët e bashkive kanë mbritur më herët, ndërsa kryeministri Rama ka mbritur rreth orës 12. Në momentin e mbritjes ai shpritur nga ministrat Arbian Mazniku dhe Blendi Demo, të cilët janë angazhuar në procesin e diskutimeve për qeverisjen vendore dhe reformën territoriale. Pritet që në fokus të jenë propozimet për riorganizimin territorial të vendit, mënyra e funksionimit të njësive vendore dhe mundësia e ndryshimit të hartës së bashkive. Mësohet se në këtë takim marrin pjesë dhe drejtuesit e bashkive që mund të preken drejt për drejt nga reforma territoriale. Pikërisht për këto bashki, diskutimi pritet të jetë veçanërisht i rëndësishëm pasi çdo ndryshim në hartën territoriale mund të sjellë riorganizim të njësive administrative dhe mënyrës së ofrimit të shërbimeve për qytetarët. Kjo është një nga mbledhjet ku pritet të diskutohen në nivel politik dhe institucional hapat e mëtejshëm të reformës, ndërsa ende nuk ka detaje të plota mbi propozimet konkrete që do të shqyrtohen. Takimi zhvillohet në një prej zonave turistike të jugut dhe pritet të zgjasë disa orë.